Një studim i ri europian konfirmon se marrja e paracetamolit gjatë shtatzanisë është e sigurt dhe nuk rrit rrezikun për autizëm apo probleme zhvillimore tek fëmijët. Ky rishikim i publikuar në një revistë për shëndetin e grave përfshiu 43 studime cilësore me qindra mijëra gra shtatzëna, duke krahasuar ato që kishin përdorur ilaçin me ato që nuk e kishin përdorur. Studiuesit përdorën të dhëna nga vëllezërit dhe motrat për të përjashtuar faktorë të tjerë si gjenetika dhe ambienti familjar, duke konsideruar rishikimin standard të artë. Ekspertët britanik dhe amerikanë kanë mirëpritur studimin, duke thënë se ai do të ndihmojë që të ulet ankthi tek gratë shtatzëna. Kjo vjen pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili vitin e kaluar këshilloi gratë shtatzëna të shmangin paracetamolin, duke lidhur me rrezikun për autizëm. Por studimi i ri jep përgjigje të qartë, nuk ka lidhje të drejtë nëpërmjet ilaçit dhe problemeve neurozhvillimore. Ekspertët rekomandojnë gjithmonë përdorimin e sasisë më të vogël, pasi dhimbja ose ethet mund të rrisin rrezikun e komplikacioneve si lindja e parakohshme ose humbja e shtatzanisë.